Katarina, nuk mund të rjes një moment pa punë, fillon një orë para se t'ju thot juve mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Javë të mbarë edhe për ty. Mirëmëngjes, faleminderit dhe unë. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe tani një javë të mbarë sot, sepse është fillimi javës, e hanë sot. Dhe çfarë do të kemi neve për juve sot? Do të fillojmë me një kek që do ta bëjmë me banane të karamelizuara, edhe me këtë paketën e kekut që është, domethënë, miksi që i ka gjitha gjërat gati. Kështu që sipas dëshirës pastaj mund të shtoni ndonjë frutë të thatë nëse ju ndodhen, akoma dhe fruta të freskëta, por nëse do të shtoni këto, do shtoni edhe rreth një filxhan të çajit miell, që do t'i përziheni me miell ato dhe t'i shtoni tek masa e përgatitur që do të bëhet. Për të përgatitur këto do të na duhet prap gjysmë filxhani ujë dhe gjysmë filxhan yndyrë, që do të thotë gjalpë, vaj zakonshëm, ose dhe ky vaj vegetal, domethënë yndyrë vegetale. Çfarë mund të doni juve dhe çfarë mund të ndodhet në shtëpi, nuk është se themi që do bëjmë kek edhe na duhet me patjetër që duhet të shkojmë të marrim diçka për të përgatitur kekun. Pra këto janë përbërësit. Tani për këto bananet, unë do të përdor banane, 2 banane të mëdhaja, faktikisht, edhe 2 lugë sheqer, edhe 2 lugë gjalpë, që do të hedhim për të vendosur te puna, domethënë te pjesa e bananes të karamelizohet dhe do të jetë ajo që do të dhëm shtresën e fundit. Tani banane do të vëmë fillimisht dhe do të përdor nga ky sheqeri i errët. Edhe këtu tani nuk është se themi do vendosim sheqer të errët me do e mos, sheqer të zakonshëm ose edhe sheqer të errët. Po. Por sheqeri i kafë gjithmonë është më i rekomandueshëm, konsiderohet më i shëndetshëm se sa sheqeri i bardhë. Megjithatë, varet çfarë keni në shtëpi, mund ta kryeni po njësoj karamelizimin e bananeve. Me çfarë po gatuajmë ne sot me produktet në Ranzi. Kat, kemi bërë furnizimet e nevojshme për ta nisur javën, me recetat që Kati i ka menduar t'i sjell kështu, po e nisim ëmbël këtë javë, dhe sigurisht që gjithçka që ne kemi këtu në tryezën tonë, që her pas here i shohim, i lexojmë, i provojmë, gatuajmë me to, mund t'i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranzi, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë. Sigurisht që i njihni fare mirë, megjithatë vizitoni një herë pas here, sepse gjithmonë kap një produkt të ri për t'ua sjell, për t'ua propozuar, ashtu sikurse edhe ne që jemi të vazhdueshëm dhe njohim një pjesë të mirë të produkteve, zbulojmë të reja sa herë që sjellim recetat në Villa 24. Në feta presim bananet edhe i kalojmë në tigan. Do t'i vendosim në tigan, ku më përpara kemi hedhur sheqer, do të shtojmë edhe 2 lugë gjalpë aty dhe doja të thoja Anvisave këto lëkurat e bananes, nëse doni që të keni atë fytyrën e freskët, përdorini, domethënë bëni një masazh, sepse vërtet janë shumë të dobishme. Pra na freskojnë fytyrën dhe na heqin. Mos i çoni dëm domethënë, e konsiderohet kështu si botox natyral. Po. Kështu që teksa bëni punët e shtëpisë me lëkurën e bananës ose teksa gatuani, edhe të njëjtën gjë mund të bëni me lëkurën e kastravecit. Prandaj ne i mbajtëm atje që të tregojmë. Kështu ne, po ne jemi të grimuar. Ne nuk do bëjmë kështu, por që u themi kur i përdorim në shtëpi. Atëherë, për të përgatitur këto bananet që do t'i karamelizoj, do hedh nga ky gjalpi. Gjalpi i freskët. Po, ndërsa për brenda, domethënë tek masa e brumit, do të hedhim atë gjalpin tjetër. Okej. Ndërkohë, në një moment, Kati më thuaj ti, kur kemi mundësi të shohim recetat. Mundet të fillosh Anila, po, sepse unë do merrem me këto, domethënë bananet. Sa të karamelizohen bananet, ne lexojmë së bashku në ekran recetat, të gjithë përbërësit që na duhen për të përgatitur kek me banane të karamelizuara. Na duhen 2 banane, 2 lugë sheqer, 2 lugë gjalp, një pako mix për kek, gjysmë filxhani me çokollatë pikloti, gjysmë filxhani ujë dhe gjysmë filxhani vaj. Këto janë të gjithë përbërësit dhe me këtë e kemi nisur. E mëtej sot do të përgatisim mëlçipule me salcë balsami shege. Na duhet 1 kilogram mëlçipule, 1 spec, 1 boçe hudhra ose 1 lugë pluhur hudhre, 4 lugë salcë shege, krip, piper dhe majdanoz për servirje. Kjo është receta e dytë që Katarina ka menduar të na sjellë, ndërkohë që do të mbyllim me një spageti integral me patlıgjane. Na duhen 1 pako spageti integrale, 2 patlıgjan, 1 filxhan pure domatesh ose domate të freskëta, 1 lugë piper speci, 200 ml pana,
50 gram djath parmigiano, vaj, krip edhe piper. Ne pas ke nisur sot javën gati me plot shije, do me thënë ne zgjedhim të ham për vakt kryesor sot makaronat ose recetën me mëlçit e pulës edhe e mbyllim me një recetë të ëmbël siç është kjo e bananeve. Faktikisht janë të treja receta të thjeshta të shpejta, nga ato receta që nuk duan shumë kohë. 15 deri në 20 minuta, ja qameti 35 që të bëhet keku. Kështu që janë gjëra të thjeshta, ndërkohë që edhe karamelizimi i bananeve, se do të kalojnë edhe në furn, nuk do të më shkrihen plotësisht, duhet të më qëndrojnë thjesht u zbutën, u karamelizuan me sheqerin, morën atë shijen e mirë nga gjalpi dhe i kemi gati tani për të hedhur tek ena. Që e kemi lyer më pas. E kemi lyer më përpara dhe atë me gjalp nga të gjitha anët. Kështu që hedhim këtë fillimisht, të zëj vend këtu dhe më mbrapa. Po, edhe kur keku të jetë gati dhe të kthehet tava në anën e tij në anën tjetër. Do me thënë bananet do të jenë në sipërfaqe. Edhe mund ta bëjmë me banane, mund ta bëjmë me moll, me të gjitha llojet e frutave faktikisht. Në të njëjtën mënyrë Në të njëjtën karamelizohen. mënyrë, po. Nuk ka asnjë lloj gjë. Edhe dua që të ngelen edhe ca copëza kështu, karamele, do me thënë të sheqerit. Sa aromë të mirë ka, të sheqeri kur shkrin me gjalpin, po pra. Gjalpi dhe sheqeri japin shumë aromë të mirë. Ti heqim këto tani. Shumë mirë. Dhe tani ne kemi zgjidhje të shpejta, si që quajmë, nga Neranzi, si që janë këto paketimet që ju i pak më këtë sipër. që është me vanile. Oke, janë me dy aroma të ndryshme. Dhe me kakao dhe me vanile. Ajo është me kakao. Atëre, mund të zgjidhni të bëni një kek me kakao ose me vanilje, si pas dëshirës, dhe themi është gati, sepse ky paketimi këtu ka në përbërjen e tij sheqer, miell gruri, niseshte gruri, vezë pluhur, ka kakao, ka hirë pluhur, ka pluhur pjekës, dhe të gjithë përbërësit e tjerë, pra krip, aromatizues, që do të thotë me këtë paketimin e përgatisni shumë shpejt një kek, nuk i shtoni asgjë tjetër, e keni gati, me njerë piqni edhe ju bëftë të mirë. Kështu. Do t'i hedh gjysmë filxhan ujë dhe do t'i hedhim atë gjalpin vegetal që kam përzgjedhur unë, kam menduar të përdor këtë gjalpin sot. Ka shkrit tani se është në temperaturë të ambientit. Nuk na duhet më soba? Jo, për momentin jo. Mund ta fikim mirë e bëre. Ka filluar vapa, ndihet tani kur i ndezur. Edhe vapa dhe kursime. Edhe energjia patjetër. Furrën shoh që e kemi të ndezur, e kemi bërë gati. Është mjaftueshëm gjalpi që do përdor. Do ta përzijmë. Edhe më mbrapa do shtojmë edhe ato çokollatat. Çokollatat që janë shumë të këndshme, janë posaçërisht për ëmbëlsira, mund të shkrihen në banjomari apo mund të përdoren në copëza të vogla, ka edhe në variante më të mëdha, por këto pikloti janë të këndshme, sepse janë të vockëllafare dhe shpërndahen shumë mirë në të gjithë sipërfaqen e brumit. Ja, ky është, domethënë një kek i shpejt. Nuk do asnjë gjë, thjesht një Sa shpejt përzierje. vërtet, ë? Një përzierje edhe i kemi gjërat gati. Tani nëse doni ja i shtoni këta, do me thënë dhe ju ndodhet, mirë bën, dëm s'bën, që është e vërteta. Edhe shije i jep, edhe bukur ngjan, kur të ndahet çdo copë e keku do të ketë pjesë zanë çokolate. Fletës zate e bajames do t'i kesh për kekun apo i lesi alternativ? Shiko, e las kështu si alternativ. Nëse duan që thashë, mund të shtojnë, nëse do të shtojmë ato, do të shtojmë atyre mbrapa, edhe një filxhan miell, do t'i përziejmë bashkë dhe do shtojmë dhe sigurisht që do shtojmë prap ujë më tepër. Po, që mos na bëhet shumë i trashë. Ose ndonjë kokërvez pastaj. Po që s'ka nevojë kjo se i ka të gjitha gjëra. Ka dhe aromën, ka dhe çokoladën. Edhe bëhet, do me thënë, dyfishohet masa pastaj. Po dhe kështu do na bëhet neve shumë e mirë. Me thënë një kek shumë i mirë. Ndërkohë, në pjesën e dytë, thamë që kemi 2 receta. Tani, për momentin, jemi diku në 3 minutë që në fundit të kësaj pjese. Do të vëmë patlıgjanat që të na kavërdisin. Këtë gjë do bëjmë. Okej, ti shohim pak se patlıgjanat Kati i ka prerë në kubik të vegjël. Janë këto këtu, i ka lënë në një tas me ujë. Kështu duhet të prihen për këtë recetë dhe ajo që do të bëjmë gjatë shkëputjes është për makarona, do me thënë, do t'i vendosim për të kavërdisur. Na u bë pak kështu, do ta pastrojmë faktikisht se
Po, do të na duket keq në gjatë pjekjes. Me që temperaturë piqet? 170-180 gradë, jo më tepër, kaq duhet temperatura e kekut, dhe do ta lëm 30-35 minuta për masën që neve kemi, sepse nuk kemi shumë këtu. Me thënë është një masë. Po, kemi. Aq që do të na duhet. Atëherë të dashura visa, 170-175 do të ishte më mirë, dhe do ta lëmë deri në 30-35 minuta. Do ta shikoni, para 30 minutave nuk do ta hapni furrën. Ju do ta ndiqni duke parë dhe duke vepruar. Sepse atëherë vendosim. Kek nuk e hapim furrën se ndryshe na rrëzohet i gjithë volumi që merr gjatë pjekjes. Pra, e çojmë dëm të gjithë punën që kemi bërë deri tani. Kati, në 2 minuta çfarë do bëjmë ne? Do nisim me patullxhanet? Do nisim me patullxhanet, po. Okej, pra do kalojmë me recetën e makaronave. Do vendosim vajin. Do vendosim patullxhanet që të ka vërdisen, dhe ndërkohë nga ana tjetër kemi vendosur ujin për të zier makaronat. Edhe pastaj do të përgatisim salsën në momentin që do të kthehemi. Po, kështu që do të marrim patullxhanet tani. Nuk ka nevojë që ti kaloj në polles. Mos e kem shumë të nxehtë vajin. Po, se nga uji mund të kërcasin. I kemi vendosur në ujë me krip, që mos na thithin shumë vaj gjatë kavërdisjes. Të marrin domethënë se këto e tërheqin vajin dhe nuk na lën pastaj të përgatisim salsën më mbrapa. Dhe për salsë tham që do të kemi pure domate, ose mund të përdorim edhe domate të freskët. Dhe sigurisht edhe këto përbërësit e tjerë pan guzhine. Dhe na bëhet një salsë shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Domethënë janë receta më verore tani këto. Që bëhen të lehta dhe të shëndetshme, të shijshme. Dhe patullxhani këtu është tani sikur të zvendësojmë fileton e pulës për shembull që përgatisim me ato prosciutat e ndryshme që përgatitin makaronat, po që patullxhani është, si thua, një perime që është shumë e shëndetshme, e shijshme dhe me vlera ushqimore. Si të gjitha perimet. Tani është koha më e mirë për të përgatitur gatime me perime. Më duket se duhet të rrisim pak temperaturën e sobës. Po, pa tjetër. Dhe të presim të kavërdisen patullxhanet. E ndërkohë, ne pak e nga pak do të shkëputemi. Atë Anila do të bësh ti, sepse mua gishtat e mi kanë marrin dy. Atëre, ne nuk do bëjmë asgjë pa u kthyer në transmetim. Ashtu siç ndonjëherë na ndodhi, vazhdojmë ndonjë recetë që kërkon shumë kohë, por sot janë të gjitha recetat që ja dalim brenda kohës që kemi të nisim e të përfundojmë duke qenë në transmetim të drejtë për drejtë bashkë me ju, kështu që nëse doni të shihni se si vazhdojnë këto receta derisa të shërbehen në një pjatë, të duhet të na prisni kur të rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këndit të kuzhinës. Kështu kat? Patjetër. Jam e sigurt që janë visat na presin. Edhe ne ju presim. Edhe mëlçit bëhen shumë të mira, kështu që rini, shikoni, përveç se makaronave që do të bëhen me patullxhan edhe me këto spaghetti integral, por jo vetëm mund t'i bëni edhe me makarona të tjera. Po unë kam përzgjedhur këto integral sot. Kështu që ju presim në kuzhinë. Me një tjetër mirëmëngjes, rikthehemi në studio për ju që zgjojni vonë, që tani po na ndiqni dhe s'na keni parë nga fillimi, ne vazhdojmë të jemi në kuzhinë, në këndin tonë të gatimit, me recetat e ditës së hënë. Dhe e lam punën? Ku e lam? Të dashura visa, neve thamë që sot do të përgatisim patullxhan me makarona, domethënë këto makarona spaghetti integral, të cilat janë vetë të shëndetshme dhe të mira dhe në si thua një kombinimi mirë me pjesën e patullxhanëve, të cilat siç e shikoni kam të prera në kubik të vegjël, që na sjellin atë sikur po i konsumojmë me fileto pule, me mish, kështu që thamë që jo gjithmonë mish, edhe perimet janë të shëndetshme, prandaj duhet i përdorim gjithmonë. Kështu që neve tani uji këtu na është bërë gati. Kemi filluar fillimisht duke kavërdisur patullxhanin në yndyr. Domethënë varet për yndyr, vaj ulliri, vaj zakonshëm, çfarë t'ju ndodhet juve në shtëpi. Dhe përveç se makaronave dhe patullxhanëve, çfarë do përdorim tjetër? Do të kemi një filxhan pan guzhine dhe do të përdorim një filxhan domate të freskët ose pure domate. Kjo varet edhe kjo çfarë ndodhet juve në shtëpi. Unë do të përdor nga të dyja dhe të hedh tani këtu kam domate të vogla me që mundova. Do hedh ato dhe do të hedh gjysmë filxhani pure domate. Ndërkohë, këtu tek uji që kam
vendosur për të valuar, do të hedhim këto spageti, do të hedhim të gjitha anila. Po, i hedhim, se ato janë të shëndetshme. I bëjmë gjysma kështu dhe gjysma do t'i bëjmë pastaj në pjatë, shtoj sa të duash. Do i shikojmë Lori se si Pulja do t'i është bëjmë. edhe marka që ju e gjeni, pra firma që e gjeni në dyqanet në Ranci. Ka jo vetëm të tilla, ka edhe variante të tjera si në formë, ashtu edhe në shije. Ja, ku e keni. Kjo është logoja këtu. Shikosta të mira. U bë shumë të bukur. Bëri një sport si makarona të pjekura i gjajnë shu në pamjen e parë. Vendosur brenda në ujë të bollshëm, ato do të fillojnë që të na zihen. Ndërkohë, në fillim fare kemi bërë një kek me banane të karamelizuara, me aromën e vaniljes, e kemi në furr, edhe besoj, ja, ku e kemi, nuk e hampim dot, sepse kemi thënë që keku nuk duhet ta hapim gjatë kohës që piqet, por pas pak ta kemi gati edhe do ta shohim se sa i shishëm edhe i shpejt është ky kek, me qenë se e kemi përgatitur me paketimet e gatshme të dyqaneve në Ranci, janë paketimet e kekut që mund t'i zgjidhni me aromën që ju dëshironi dhe ka të gjithë përbërësit që një keku i duhen brenda. Pra me një paketim të tillë, nëse doni pastaj t'i shtoni fruta apo çokoladë siç ne bëm, kjo mbetet në dëshirën tuaj, por edhe vetëm ashtu mund të realizoni fare mirë një kek. Jemi në recetën e dytë e do të kemi edhe një të tretë me mëlçi pak më vonë, që sërish është një alternativë shumë e mirë për të gatuar, pse jo, edhe sot për drek, nëse ende nuk e keni bërë drek. Kalojmë dhe vaktin e drekës, duke shtuar një sallatë. Nuk është se është thjesht një meze. Po, patjetër. Meze patjetër që mundet ta kemi, por ndërkohë që kalojmë edhe vakt dreke. Ndërkohë që këtu tani kjo pjesa e patlıcanëve dhe domatëve dhe puresë domates që unë kam hedhur është bërë gati. Do t'i shtoj pak ujë nga lëngu i makaronave, pastaj do të shtoj edhe pjesën e panës dhe do të jemi gati pastaj për të shtuar edhe makaronat, po makaronat përpara duhet që të zihen, kështu që do t'i presim që të na zihen. Okej. Ndërkohë ne mund ta lëmë në temperaturë të ngadaltë pjesën e salcës dhe kalojmë te receta tjetër nëse do presim makaronat. Po. Duke parë duke bërë. Kohë kemi, rëndësishme është i përfundoj. Jo, mendova se mos na u fik, po faktikisht sa të na marri val, neve kjo do ta lëmë që të na do ta mbulim me kapak. Dhe do ta kemi kujdes, ndërkohë tek salca do ulim temperaturën. Po. Ta ulim këtu që ta kemi në rregull. Që mos të na mos na ikin lëngjet, kjo është ideja. Po. Se tani këtu na ngelet për të shuar djathtin parmixhan edhe panën. Por këto do t'i dhe në momentin e fundit kur do të kemi makaronat gati. Pana do t'i hedhet më përpara, pastaj do t'i dhe makaronat, pastaj do shtojmë djathtin parmixhan në fund, dhe sigurisht me majdanoz ose edhe me borzilok. Edhe njëra edhe tjetra i shkojnë mjaft mirë. Unë tani këtu kam ullur temperaturën, do t'i lë kështu si të bëhet. Kaloj tek receta e radhës dhe rikthejmë këtu për të përfunduar recetën në momentin që do na e bërë dhe makaronat gati. Makaronat do t'i lëmë që të na bëjnë, do me thënë mos na zihen plotësisht, se do t'i lëmë që të na zihen edhe tek pjesa e salcës. Prandaj nuk është se përdora shumë ujë, do t'i kaloj atje brenda duke shtuar dhe prap ujë nga pjesa e makaronave. Shumë mirë. Ndërkohë që neve këtu ta fikim njërën sepse njëra do na duhet. Do të vendosim si fillim, do të fillojmë me vaj, edhe do të hedhim edhe specat, nëse do të kemi hudhra të freskëta do të hedhim hudhër, do me thënë hudhra të grira në rende ose të coptuara me thik, dhe më mbrapa do të shtojmë mëlçit. Okej, pra gjëja e parë që bëjmë është të skuqim specat të prera në feta të holla. Kjo është, do me thënë, momenti i parë, për të nxjerrë aromë dhe shije specat, edhe thashtu edhe për pjesën e hudhrës, nëse do t'i kemi të freskëta, e hedhim në këtë moment. Nëse jo, ne do të përdorim këtë hudhrën që e kemi hudhër plu, të cilën e hedhim më mbrapa, nuk ka nevojë që të hidhet që në fillim. Thjesht pak që të na marrin pak temperaturë, këto të nxjerrin të aromatizojnë në pjesën e vajit. Do të përdor këtë, do me thënë, do hedh pak nga kjo mix erzash,
i hedhim shumë e dorë, s'ka problem. Okej. Sepse ka edhe krip, ndërkohë që jep edhe shije. Po. Është mjaftueshëm dhe kjo është një miks erëzash që përdoret, siç kam thënë, për të gjitha llojet e gatimeve, përveç se shijes që jep, janë miks të erëzave, turmerik e gjëra të tjera që kemi thënë her pas here, të cilat kanë dhe vlera ushqimore. Atë që them gjithmonë, erëzat nuk janë ato që japin vetëm shije, por japin edhe shëndet. Kështu që është mirë t'i përdorim. Gjithmonë, erëzat janë pjesa kryesore, si mund të themi, neve që shija mbi tortë. Të shikojmë tortë ose mos na jetë djegur. Po, mirë bërë që ne e kujtove. Mua më duket mirë. Duket mirë? Nëse do ta ulim pak, apo? Se si minutazh, po thuaj Sa si. është ora e 45, Tamam, jo, xhanëm, po. Një 30 minutësh e ka kaluar, pra ne jemi duam shkuputur dhe në pak. 10:14. Kështu që do akoma, do. Okej, nuk po e luajmë. Pra për momentin ka kaluar 30 minuta nga vendosja e kekut në furr, është në 180 gradë, besoj dhe një 5 minutësh do ta kemi gati. Dhe me çfarë kemi përgatitur, në një moment të caktuar do të rikthejmë pak në ekran recetat, me qënë se kekun e kemi përgatitur në pjesën e parë, duke u kujtuar se videot që ne realizojmë çdo ditë, pra nëse ju humpisni transmetimin live, na gjeni pak minuta më vonë në 2 kanalet tona zyrtare në YouTube, në News 24 ose në Villa 24, se për shembull shumë prej jush ndodh që të shohin vetëm atë pjatën në fund, edhe doni të dini se si është përgatitur. Ndaj edhe YouTube është një arkiv shumë e vlefshme për të gjithë, ku gjeni jo vetëm pjatat apo recetat e ditës së sotme, por sa më shumë të ktheheni pas në kohë. Gjithmonë kemi një pafundshmëri të zgjedhjes së recetave të këtij sezoni apo të sezoneve të kaluara nga Villa 24. Kështu që ka gjithmonë diçka për të bërë për drek apo për darkë apo për mëngjes, mjafton të merrni ngacmime të vogla të ideve, të shikoni çfarë keni në shtëpi, se jo domosdoshmërisht duhet se s'bën të bëni pazar, dhe her pas here mund të krijoni një recetë të thjesht me pak përbërës, sepse shumë të tilla kati na sjell në Villa 24 duke patur me merak shumë shpesh buxhetin, edhe duke bërë receta për shembull me çfarë ka mbetur në shtëpi, ku na ngelim pak 2 perime, 3 perime, një dororiz, një racion mish, pak fileto, do me thënë nga ato që kemi përgatitur nga e shtuna apo e diela, kështu që riciklojmë dhe bëjmë gatime për të hënën që të kemi mundësi të kalojmë vaktin e drekës. Edhe kjo receta e makaronave për shembull, 3 domatina të vogla, një patlıcan edhe është gati për ta përgatitur. Pra, kam përshtypjen që edhe nëse nuk duam t'ja shtojmë salcën panën, edhe ashtu mund të konsumohet. Pana është një shtesë. Po, sigurisht që jep shumë shije. Jo se nuk bëhet kështu siç është, bëhet jashtëzakonisht e mirë dhe e shijshme. Por nëse doni, përveç se panës, mund të shtojnë akoma edhe djathë të shkrirë në vend të djathit parmigian. Po, edhe ajo jep shumë shije. Edhe djathi i shkrirë, do me thënë, jep lidhje, edhe e lidh salcën dhe jep edhe shumë shije. Tani, qëfar mund të ndodhet në shtëpi? Nuk është se neve... Duhet me se zbën të respektojnë një nga një... Jo, mund të hekim një dhe mund të shtojmë një gjë tjetër. Unë e kam me pana, mund të bëni me djathë, djathë të bardhë, djathë të shkrirë. Qëfar mund të ndodhet? Pa djathë fare? Nuk është e thënë, vetëm me këtë salcën si neve pregatitëm, mund të shtoni pak më tepër patlıcan, edhe bëni atë salcën kështu si që bëm me këto domate, duke shtuar akoma ndonjë borzilok, ndonjë majdanoz, që i freskon dhe atë, si e thash dhe pak më përpara, se nuk janë që japin shije vetëm, por japin dhe vlera ushqimore, qoftë borziloku, qoftë edhe majdanozi. Kështu që përdorni sa më shumë erza, sepse ato janë kuruse më shumë, do me thënë janë ushqyse dhe kuruse. Tani, makaronat janë pothuajse gati. Edhe mëlçit kanë filluar të skuqen. Ndërkohë të kjo receta e mëlçive, ajo që është interesante dhe besoj se e bën pak ndryshe, është edhe kjo utulla e shegës që ne kemi zgjedhur sot nga Neranzi, e cila shumë interesante, mund të përdoret edhe në sallata të ndryshme. Ka një aromë, një shije të veçantë dhe unë nuk e dija që mund të kombinohej me mëlçit e pulës, po ja sot duke e mësuar nga Katerina, edhe do ta provojmë edhe do të shohim se sa e veçantë do të vi kjo recetë duke i shtuar pikërisht edhe këtë aromën e shegës që e ka shumë të mirë. A është pikante kjo Kati, se çka një kështu si?
Më vjen pak si pikante Po, në aromë. shiko, është e përpunuar, nuk është thjesht një Po, shije e kuptoj. shege. E ka ma dhe shegën, sa e nuhat e ndjen. Shumë të këndshme janë këto. I shtuam makaronat duke shtuar dhe lëngje nga zirja e makaronave. Do t'i lëm që të na zihen tani bashkë me salcën, 2-3 minuta, edhe pastaj do të shtojmë pana, do shtojmë edhe djatin parmigiano, në fund fare edhe borzilok ose majdanoz. Ndërkohë nga vendosja e kekut në furrë kanë kaluar 35 minuta. Po kanë kaluar, do të heqim. Këtu ka filluar të vi aroma, sa afro është furra ndjot aroma e kekut. Shikoj njërë vetë Kati, se mos na bëhet. Mirë që më ashtu duar, do me thënë. Mirë që pranuan gishtat e misoba. I pranuan tani? I pranuan. Më në fund. Tani ti heqim këto këtu, ti lë këto dyja këtu, ti heqim. Këtë do të marandej, do të lëm për momentin, të pastroj pak të rrezën atje. Okej, kemi shtuar pra makaronat. Edhe ka mbetur pana edhe djati parmigiano i Të përzim grirë. edhe këtu. Shumë mirë. Tani akoma edhe rigoni i shkon, edhe i jep shumë shije, piper të zi, rigon. Ti hedhim pak rigon. Pra për punën e erëzave, të kompania në Ranzi mund të gjënë të dyqanit, i gjënit të gjitha, nuk ka erëz që mungon të këto dyqanit të Edhe ndryshme ne që ka. kemi goxha këtu. Tani do të shtojmë edhe të hudrën. Hudrën, po. Ta hapim këtë nga më e madhja. Që të dalë më shumë. Hudrën pluhur, që është një zëvendësues shumë i mirë i hudrës së freskët në rast se nuk i gjendet në shtëpi. Sigurisht që ka edhe vlerat e veta ushqyese. Shpesh është një zgjedhje e mirë për njerëzit që e duan aromën e hudrës negatime, por nuk duan copat e saj, ndaj shpesh është dhe kjo një arsye pse zgjidhet për t'ia shtuar gatimeve. Edhe nuk është veç se shtohet në këto, do me thënë, ka në përpunime të ndryshme. Akoma dhe këtu brënda, te kjo miksit ka dhe hudër. Ka hudër, ka dhe qep. Kështu që miksohet në përzierje të ndryshme që shiten kështu në treg dhe i kemi të gjitha në një. Ta lëmë tani këtë prapë. Sot kemi filluar që t'i bëjmë sakte dhe andej. Nga të gjitha krahët. Mirë është që të lëvizi. Tani, lutem shikoj njëherë kekun se mos na digjet. Ja mos u mërzit se... Jo, nuk mërzit, mund t'jesht ta nxjerrim si shduhet. Do ta nxjerrim, mos u shqetëso. Pana kemi shtuar, i shtuam pana në këto momente. Edhe po, i jep. Që të lidhet. Shije komplet ndryshe në fakt. Duke që në Nuk pamje që e diskutohet, bën edhe po më kremoze. Është ajo që thash dhe ajo momenti fundit është i djathit parmigian, që ajo është shija më perfekte, do me thënë. Është ajo prekja finale e pjatës. Edhe borziloku, që gjithmonë në makaronat ku ka edhe domate, e freskë që shkon shumë, po. Të lidhet pak salsa tani këtu, dhe gjithmonë lidhë si salsa, është gjithmonë uji makaronave. Ajo është që i jep lidhje. Pak piper të zi në momentin e fundit, ose të bluar, ose dhe kështu. Që neve dhe këtë që e kemi të pabluar, e kemi të bluar, mirë se me kemi të freskët. Nëse doni pak piper, do me thënë nga speci kuq. Nëse ju pëlqen. Tjetër shije jep ajo. Edhe djathi parmigian dhe jemi në rregull. Sa të vendosim djathi parmigian, do nxjerrim keku nga fura. Okej. Që ta lë dhe pak. Aty, jo në pjatë, brenda në tigan? Po, këtu do ta përziem dhe do ta hedhim në pjatë edhe pak në fund fare. Okej, kështu për dekor, për zbukurim. Po, patjetër edhe ajo do të për dekor. Okej, atëherë, besoj është e nevojshme të ulim pak temperaturën e sobës, sa të qëndroj ashtu e ngrohtë, që të ndihmoj edhe djathin të shkrijë më pas. Ja, ky është keku.
Është, do me thënë, pakua e vogël që bëhet një kek mesatar, nuk është keku i madh. Ashtu, aromën e ka shumë të mirë. Shumë të mirë ka. Më vjen keq që juve andej nga na shikoni dhe na ndiqni në komente. Nuk e ndjeni aromën në studio, por që ka një aromë shumë të mirë, faktikisht. Të vajnë pak të qëndroj dhe pastaj do ta kthejmë. Po, duhet ta kthejmë sepse keku në fund ka bananet. Është mirë që të mbulohen me pecet kuzhine. Po. Është gjëja më e mirë ajo që mund t'i bëhet kekut. Duhet të përthisen tani lëngjet. Dhe sa të dhe lëngjet nga bëjnë dhe pa gati, të përfundoj makaronat të servirin në një pjatë apo një lloj. Po. Kemi kohë mjaftueshëm, ndërkohë në një moment kur të shumë mirë. Mundemi të shohim pak recetat. Mundet tani të bësh një përmendje receta. Po pra se kemi parë përmbledh edhe vendin atje dhe të afroj edhe këtë pjesën e makaronave. Okej, dhe në ekran kemi së bashku recetën e kekut me banane të karamelizuara. Kemi 2 banane, 2 lugë sheqer, 2 lugë gjalp, një pako mix për kek, gjysmë filxhani me çokoladë pikloti, gjysmë filxhan me ujë dhe gjysmë filxhani vaj. Kekun e sapo e nxorëm nga fura, kur të ftohet pak, do ta kthejmë në krahun tjetër atë tavën e kekut që të shikoni pjesën e bananeve të karamelizuara që janë në fund të tij. Jemi duke gatuar mëlçipule me salcë balsami shege, në duhet 1 kg mëlçipule, 1 spec, 1 boçe me hudhra ose 1 lugë pluhur hudhre, 4 lugë pra me këtë salcën e shegës që pam pak më parë, në duhet kripe dhe piper dhe majdanoz për servirje. Përsëri një recet që shijon shumë. Spagetit I kemi gati, na kanë mbetur vetëm djathi për të shtuar, që do ta shohim pas pak. Edhe këto spageti integral me patlıgjane janë përgatitur me këto përbërës. 1 pako spageti integral, 2 patlıgjan, 1 filxhan pure domatesh ose domate të freskëta, 1 lugë piper speci, 200 ml me pana, 50 gram djath parmigiano e sigurisht që vaj, krip edhe piper. Kjo është receta e makaronave e plot, duke ju kujtuar edhe një herë se gjithçka që ne kemi sot në kuzhinën tonë edhe kemi sjell tek ju 3 receta I gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranzi, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë, vendi I preferuar për të bërë pazar, gjithmonë një hap përpara. Dhe tani është momenti të shtojmë djathin makaronave. Po. Do ta shtoj dhe do të mbaj pak që ta hedh, do me thënë momentin që do ta servirim. Gjithmonë kështu veproj, do me thënë mbahet pak që të hidhet në momentin e servirjes. Këta bëjmë këtë. Të hedhim dhe këto gjethet e borxhilokut kështu si që janë dhe kam të tjera për të serviru. I shtuam edhe pak ngjyrë tani. Dhe domatinat me gjethet e borxhilokut janë po, kombinojnë jashtë ideali makaronave. Edhe nuk është se presim tani që të fyshken plotësisht këto, I duam që të ashtu si që janë jeshile ngjajnë dhe bukur. Edhe pak. Për pjesën e djathit, të bëhet kremoze dhe kemi gati për të serviru. Shumë e mirë duket. Gjithmonë makaronat I dua të kem pak salcë, sepse në momentin që e qëndrojnë, ato me njerë e thithin salcën. Po. Kështu që e duam pak. Edhe mua më pëlqejnë kur janë pak me këtë lëngun që përgatiten, se ka dhe shumë shije, që është e vërteta, kur mbetet pak ashtu. Okej. Pak e nga pak. Se kam këtu atë lugën, ja të marrë këtë lugën që ta mbledh. Pa tjetër. Ti mbledh edhe ti. Dhe tani do të shohim edhe pjatën e makaronave. Një vakt I shëndetshëm në mënyrë të veçantë kur zgjedhim makaronat integrale, që janë akoma edhe më të shëndetshme. Megjithatë, gjithçka nëse gatuhet në mënyrën e duhur, I shtojmë edhe perime, I shtojmë edhe përbërës të tjerë të shëndetshëm, jo vetëm që e plotsojmë si pjatë, por asgjë nuk bën dëm, si thot Katin, për aq kosta zgjedhim produktet e duhura dhe I konsumojmë me limite, pra me racione, e thëndryshe, të gjitha nga pak. Kalëm atë aty. Që ishte Verigon? Po.
Ja, tani u lidh salsa u bë tamam ashtu siç duhet. Po, duket. Është bërë tamam ashtu siç duhet. E tërheqim pak këtu. Dhe afrojmë për ta. Edhe në servirim. Unë faktikisht kam përzgjedhur këtë kupën e madhe për ta serviru. Do ta mbushësh plot, domethënë. Edhe unë sapo fola për racione. Edhe pse makaronat shijojnë aq shumë, sa që zakonisht pjatën e mbushim plot, duam apo s'duam. Ti hedhim edhe një. Shtojmë nga pak, pastaj domate. Po. Apo gjethe bërziloku, po ta bërë kështu. Ku i ke ato gjethet e tjera? I kam brapa. A i bërziloku i mbjellur, mbaroj? A i mbaroj. E gatuam atë? E gatuam, po gatuam edhe te pjata këtu. Ato ishin gjethet e fundit të asaj degës? Po. Ska gjë se kam. Kam edhe... Okej. Kam borzilok tjetër. Marrim dhe një domate kështu për. Edhe një domate dhe pjatën e kemi plotësuar. Një çik djath. Edhe djath. Edhe pastrim pjatës. Po, të gjitha. U plotësuar gjithë pamja edhe shija. Me këtë djathin nga sipër. Fantastika. Shumë bukur. Bërziloku, përfundimtar. E kam në ujë. Tani e pash. Edhe pas ke fiksa ato lulkat e sipërme, që janë dhe të bukura. Kjo është, do me thënë, me makaronat integrale. Të lumë shinduart. Faleminderit e dashur. Atëra. Të do t'i lëmë kështu si që. I lëmë ashtu, ja se merrem unë me këtë kraun. Po. Dhe lërojmë në të njëjtën kohë pak vend që ne të kemi mundësi të vendosim edhe ajo receta dhe pak do besoj? Po, kjo po thoj së bë. Tani thjesht kjo duhet të hedhim, është momenti final që duhet të hedhim këtë salsën për t'i dhënë atë shijen përfundimtare, sikur po e shuajmë me sheg, themi neve. Ore, kripi kemi hedhur. Unë sa po i hodhe nga miksi i erëzave, po besoj se do dhe pak. Se neve këtu e duam një qik kripën. Kështu që t'i hedhim edhe pak. Tjani t'i hedhim dhe këtë. Atere, këtë po e lëm këtu. Mendon se keku mund të na dalë? Apo do e lëm dhe pak? Do t'a nxirim dhe t'a hedhim dhe këtë. Dalë të shojmë këtë pak. Salsën. Kjo jep shumë shije faktikisht. është sikur do t'a shuajmë me verë, për shembull, me verë të bardhë ose kështu. Po kjo ka tjetër shije, është shije, do të them, shije shegës, një shije veçantë. Një shije veçantë dhe e bën të veçantë pjatën me të mërqi. Se mërqi sigurisht që dim edhe kemi bërë mënyra të ndryshme. Por në këtë mënyrë, do me thënë, me këtë shijen e shegës, nuk kemi bërë ndonjëherë. Kështu që provojeni të dashur anvisa, sepse vërtet është një shije shumë e mirë dhe i bën jashtëzakonisht të mira dhe të shijshme. Do t'i hedh edhe këtë pak majdanozë që kam këtu, edhe ato gjethet e borzilokut pastaj në momentin e fundit. Po. Okej, mirë. Jemi në rregull se me këtë. Do duhet ta lëm ende? Jo, nuk do ta lëm dhe shumë tani, do thjesht për ta servirur, të pastroj pak duart edhe të shikojmë të nxjerrim dhe atë kekun. Atëherë do shërbejmë pjatën e mëlqive, të shojmë edhe kekun se si do të na dal nga tava, edhe pse duhet jetë, besoj, pak më i ftohtë për ta kthyer, megjithatë, ne nga dëshira për ta nxjerrë. Po doli, po s'doli, ç'do të bëjmë ne? Jo, s'kemi të bëjmë, ne jemi live, do të tentojmë. Po, jemi kështu. Doli, po do dali. Sikur doli. Po nëna unë gjithë pak në këto. Unë gjithë banani. S'ka gjë. Do t'i heqim me një luk edhe do t'i... Edhe dhe ja vendosim sipër. Edhe shpesh për të mbuluar këto truqet. Ishte defekti faktikisht, duhet të thënë tani anvisave, sepse këtu duhet t'i kishim lirë më përpara me gjalp, formën. T'i kishim hedhur gjalp, më tepër do me thënë këtu. Do të më shumë gjalp, apo mjelli do na kryente punë, apo jo?
Miell dhe gjalpa, atë të them që neve Shko, nuk kënë aromë të gatë shumë i mirë. Mirë, Edhe shihet do ta aroma, ketë shumë të por mirë. problemi është që na Që ngelin bananet nuk na ndolën mirë. Këtu na. E, mirë. S'kemi në qikë sheqer plurë në t'ja hidhim Do t'i hedhim ta sheqer. mbulonim. Të mbulojmë gjurmët. Kemi sheqer, kemi nga to, unë të pjekim, si thonë, feca banane. Edhe ja shtojmë sipër. Ja hedhim sipër. Na e kuptoj. Por neve, që t'jedhim, t'jem sheqer pudër më mirë. Po sheqer dhe ta bëjmë kështu si. hedhim Si sheqer të pudër. menduar. Jo rastësisht. Po nëse do ta bëni me moll, unë shkonte edhe kanela. S'ka gjë, Kati, nuk ka gjë, merru me mëlqit. Ja, do Mund t'ja ta lëm marrëm edhe tani kështu. në moment, se ka... Mund ta lëm edhe ashtu, nuk s'na prish punë. E po, Sitare plot gjera. Po ta hedh kështu me dorë se edhe me sitë. se do atë, Sitën. e moj, prit ta marrë, Hajde, se merre. është përnda bukur ajo, lërë se e bëj unë. Mere bëje ti këtë tani? Shpërndaj me bukur, me gjithë se zdo që ndroj ajo, se është, si e thonë, dëbore shkrirë tani. Po, sa të se është nëzet. Kati dhe pjesa e vetë artistike. Ja, moj kështu. Dhe të thëna visave që para se të hedhim brumin, pa tjetër që duhet të lyejnë formën me gjalp, edhe të pudrosin, dhe pastaj të hidhet masa e Po, pregatitur. sigurisht, dhe sheqerin plur kur të jetë e ftohtë, ashtu. se ndryshe sheqeri shkrim nga nxehtësia e kekut. Tani, Nesi. këshilla ti dham neve, që të jemi në rregull. Gabimet i bëjmë ne Gabimet këtu, i bëjmë dhe shumë këshilla si bëni ju tjera. në shtëpi. Ja, unë them gjithmonë që neve nga gabimet mësojmë. Për zbukuri. Aha, se mirë doli. Bukur. E, të zëj dora jote dhe mos ta bëj Ja, bukur. kështu. Po kur them unë që je, do me thënë, shumë ke finec në pregatitjen e... Kjo duhet ke dale mirë në fakt. Kjo bëhet shumë e Jam mirë dhe kurioze shumë ta e provoj shishme. për shkak të kësaj salcës së shegës, me qënë se tham kjo është ajo që bën edhe diferencën e gjithë gjës. Edhe këtë djathin që mbeti, mos ta qojmë dëm. Ja hedhim pjatës. Kështu pra, Ja, edhe kjo shumë mirë. salca. E pra ajo duket që është... Sa e mirë. Shumë e mirë. Ja, po e lë tani këtu, se s'po shtoj më. Edhe atë lulen mund t'ja vendosim si përmi që e kemi fix kështu me gjete të vogla. Të bëjmë lule këte, lule andethu ati? Se mos t'i bëjmë, ato janë pjata të ndryshme. Ashtu. Dhe kështu, Apo se të kemi lumshin duart. edhe të freskët lulen edhe me Po, patjetër, ujë. patjetër. Po, po. Kati nuk kemi më kohë. Falenderoj shumë. Falemderit dhe të Ani lumshin që na duart. i nxori se po i shoh tani E, në po, sa radhë bukur janë, pjatat. 1, 2, Falenderoj 3. Ani pas ke nxjerrë shumë bukur. Ah, Falenderojmë dhe anvisat që qëndruan me ne. Jurojmë si Nesër jemi gjithmonë prapë këtu, po. një ditë bukur në vijim. Ato që patë që do me thënë ishin ca gjëra, ca defekte të vogla, shikojni, mos i bëni ju në shtëpi. Ju a tham pse u ndodhen nga nxitimi. mësoni nga ne. Ashtu. Kati nesër në mëngjes Do me të të them që tjera edhe receta. ne gabojmë. Pa tjetër, Po, të mësojmë, gjithve do në ditë ndodhë në mësojmë, shtëpi, ne jemi derisa të live këtu jetojmë, do edhe. mësojmë. Pa tjetër. Tani shkojmë në publicitet dhe do kthehemi në këndin e të ftuarve pas pak me një temë Po, shumë interesante. mirë, Anil.